Gjykatësi Amerikan vendos se studenti palestinez I Kolumbias, Khalil, mund të deportohet. Një gjykatës e imigracionit të Shtetet Bashkuara vendosi të premten se aktivisti palestinez Mahmoud Khalil mund të deportohet duke lejuar administratën e presidentit Donald Trump të vazhdojë përpjekjet për të larguar studentin e Universitetit të Kolumbias nga Shtetet Bashkuara një muaj pas arrestimit të tij në qytetin e New York. Vendimi I gjyqtarit Jamie Commons I gjykatës e migracionit LaSalle në Louisiana nuk kishte një përcaktim përfundimtar I fatit Khalilit, por ai përfaqësoi një fitore të rëndësishme për presidentin republikan në përpjekjet e tij për të dëbuar studentët e huaj pro-palestinez që ndodhen në Shtetet e Bashkuara ligjërisht si Khalil, nuk janë akuzuar për asnjë krim. Duke e çuar aktin e migracionit dhe kombësisë në vitin 1952, sekretari I shtetit emëruar nga Trump, Marco Rubio, përcaktoi muajin e kaluar se Khalil mund të dëmtonte interesat e politikës së jashtme amerikane dhe se duhet të deportohej për fjalimin dhe aktivizmin e tij për ndryshe të ligjshëm. Commons tha se ai nuk kishte autoritetin të anullonte një sekretar shteti. Gjykatësi mohoi një mocion të avokatëve Khalilit për të thirrur Rubion dhe për ta pyetur atë për bazat e arsyeshme që ai kishte për përcaktimin sipas ligjit të vitit 1952. Vendimi I gjykatësit erdhi pas një seance dëgjimore luftarake 90 minutëshe të mbajtur në gjykatë vendosur brenda një kompleksi burgu për emigrantë rrethuar nga tela me gjëmba me rrethime të dy fishta të drejtuar nga kontraktorët privat të qeverisë në një zonë rurale të Louisianës, shkruan Reuters.